Si kjo vajzë dhe shumë fëmijë të tjerë që janë regjistruar në klasat e para, do të fillojnë mësimet në vitin shkollor 2013-2014. Regjistrimi ka filluar me 17 maj, ndërsa drejtoresha për arsim theksoi se nuk ka ndonjë ndryshim, përveç shkollave të cilat do të ristrukturohen këtë vit. Shkollat që do të bëhen ristrukturime janë Mustafa Bakia, ku do të zhvillohet mësimi nga klasa e parë deri në klasën e 5, ndërsa në shkollën Yll Morina nga klasa e 6 deri në të 9. Edhe në shkollën Mazlum Këpuska do të jetë tjetër organizim. Nga e parën e të 5-ën do të vijojnë mësimin në këtë shkollë, ndërsa nga e 6-ta në të 9-ën do të vazhdojnë në shkollën e re Kelmend Rizvanolli. Si zakonisht, të gjithë 6 vjeçarët e kanë të drejtën të regjistrohen në klasën e parë në të gjitha shkollat fillore të komunës së Gjakovës. Sa i përket regjistrimit, ndryshime në formën e regjistrimit nuk ka, përpos që si vjet me ristrukturimin e shkollave fillore dhe të mesmit ulta, në disa shkolla e kanë të drejtën për regjistrim dhe disa shkolla tjera jo. Ndërsa drejtori i shkollës Mazlum Këpuska u shpreh se numri i nxënësve që janë regjistruar ka rënë dukshëm këtë vit. Dhe me tash numri është afër 60 fëmijë që regjistruar klasën e parë, presim të ardhmen që do të vinë të regjistrohen me një numër më të madh. Sido që të jetë, apeli për regjistrim të fëmijëve nuk mungoi. Kryzoj rastin që përmes mediumit juaj t'ju bëj ftesë të gjithë prindërve që i kanë fëmijët e lindur në vitin 2007 ta bëjnë regjistrimin me kohë të nxënësve në klasët e para, sepse ata që përmbesin përshtator për na krijojnë të llovi. Ju bëjmë apel prindërve që të vinë e të regjistrohen me kohë deri në fund të vitit shkollor. Ndërka që afati i dytë për regjistrim do të jetë në muajin shtator.